Tani, qa i thonë Amerikanët Edi Ramës për portin e Durrësit? Gjojnë me kujdes. Ti ke planifiku, thot, një kalat 400 metra dhe terminal 38 hektarësh, thot. Me 14 metra thellësi, me kapacitet 5, kujtëm se pas kam shkruajtur të. Pra, kalata 400 metra, 38 hektar, 14 metra thellësi. Ky port, thot, gjojni tani se kjo është pjesa më e bukur, nuk përdoret dot si bazë NATO-s. 1. Nuk bëhet dot park logjistik, po prap për interesa strategjike. Shkatron korridorin 8. Pra këta ja bën publike letrën, deklaratën në një kohë që ai ishte e bota ke arrat e gurrës për korridorin 8, pra botës si filozof.